Deklarat e fundit të deputetit Luciano Bocci kanë rikthyer në vëmendje një debat të fortë mbi gjendjen e arsimit në vend, duke ngritur edhe shqetësime serioze për atë që ai e cilëson si diskriminim ndaj universiteteve të rrethave, kryesisht për Universitetin e Shkodrës. Atëherë, a kemi realisht diskriminim ndaj universiteteve të rrethave ku kjo gjë është diskutuar shumë kohët e fundit? Ani parë duke filloj ndarje mes Universitetit Shtetëror të Tiranës, publik të Tiranës dhe atyre të rrethave. Dhe kjo ka qenë për herë. Në shumicën e rasteve, po të pyesje studentë, ata do thoshin të shkojnë në Tiranë. Universitetet e rrethave në fakt atëherë ka qenë institute, nuk se kanë qenë universitete. Ato e morën pas viteve 90. Por që të jemi më konkret, universitetet e rrethave kanë ulur vetë si thuash cilësinë e shërbimit. Ne mbani mend shumë mirë për të marrin rastin e Universitetit të Shkodrës, për shembull, atje ka vajtur gjendja që ju e keni ndjekur përmes televizionit, ku është akuzuar për korrupsion rektor. Pra ishte rektorja e universitetit, jo rektorja aktual, profesor Gjura. Po ashtu Universiteti i Elbasanit, që ka probleme shumë të mëdha, në të cilat ata vetë nuk duan të ecin, vetë pengojnë meritokracinë. Pra po të shikosh në këto universitete, ka një problem të brendshëm që ata nuk e pranojnë dhe gjithçka ja heqin, sigurisht. Ka një çështje më të madhe që vjen nga politikat arsimore, që do të thotë që na fondet, që na mungesa e kampuseve, që na mungesa e investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit, por edhe në laboratore, edhe në mënyrën se si trajtojnë studentët, edhe në mbështetjen e kërkimit shkencor. Por ama edhe vetë trupat arsimore duhet të marrin një përgjegjësi. Apo jo? Sepse u shoh për shembull në Universitetin e Arteve, dolën pedagogët e thoshin që na ndodhi ne me titujt, por ama unë si kam parë ndonjëherë të dalin që do thonë në çkushte, ata që janë kushte mizerabël, në të cilët të infrastrukturës, në të cilët ata përgatitrin ta shfrytëzojnë artistëri. Që në shumicë këta studenti blejnë vetë. Pra gjërat që duhen, madje marrin edhe me vete ngrose për të studiuar në orët e vona të natë. Pra kjo është situata. Nuk është vetëm Universiteti i Shkodrës. Janë të gjitha. Zoti Bocci është ndaluar atje për shkak se në atë seancë, me sa di unë, u fol për problemet që ka secili në qarkun e vet. Dhe ai është koordinator politik në qarkun e Shkodrës. Por edhe situata në Gjirokastër, në Korçë, në Vlorë dhe Elbasan nuk është më e mirë. Dhe e riteksoj, këtu ka një pjesë të përgjegjësisë edhe vetë profesorati i atyre universiteteve përfshin problematika që ata kanë në meritokraci dhe përzgjedhjen e pedagogëve në shumë raste. Si shpjegoni faktin që Universiteti i Tiranës ngelet dominues edhe pse nuk është asgjë kundi konkurrues me simotrat e tij europian? Po për shkak të programeve që ka, për faktin se ka dalë në mod që Universiteti i Tiranës diploma ishte më e mirë se ajo e rrethave, prandaj u thash, ka ngelur kjo në mentalitetin e njerëzve, ka një larmim më të madh se programet që ka në rrethet, ka një mobilitet apo lëvizshmëri më saktë me universitetet e tjera në shumë herë më të madhe, dhe ka një kërkim shkencor që ndosë është në faza fillestare, por shumë herë më i mirë se në rrethë. Pra ka një tërësi lektësirash që e bëjnë studentët jetë më i tërhequr nga Universiteti i Tiranës, pavarësisht asaj që thatë ju, që ka disa probleme në lidhje me rankimin dhe me renditjen që ka në simbolat e veta, por këtu mos ta harrojmë tash. Ka politika të cilat dyshin bërë afatgjatë, edhe për Universitetin e Tiranës dhe për universitetet e tjera. Këtu po diskutohet për shembull ligji i arsimit të lartë, dhe unë presja që në parlament të kishte diçka të lidhet me ligjin e arsimit të lartë. Nuk u fol fare. Këtu ndodhi skandali Mogherini, në të cilën të dy grupimet politike kanë dorë, u hoqën 35 milion euro që ishin në tonat, pra universiteti mund të jepësh për Universitetin e Tiranës dhe të rrethave, dhe sërish politika eshti, ka një seri problemesh që nuk duhen
gjallur ose duhet ngritur shumë spontanisht, po duhet të jenë në programin e parlamentit, të OIF-ve, të medias, po mesa duket kjo e fundit ka më shumë vëmendje se sa të tjerët, kështu që pastaj mbetemi në kufit e një diskutimi që ne e bëjmë shumë mirë dhe shumë mirë bëni, po pastaj harrojmë gjithçka. A është justifikuar që universitetet me rol rajonal si ai i Shkodrës të ketë infrastrukturë të amortizuar, apo kjo e gjitha tregon një dështim të gjatë të politikave arsimore? Jo, nuk është për çdo shkollë. Për çdo nxënës ose çdo fëmijë që na kopshi deri në universitet duhet të ketë kushtet më të mira të mundshme ose kushtet normale. Pra se shpesh ne themi të kemi standarde bazike, të kemi kushte bazike, jo më jo. Ne do të kemi kushte normale. Sepse këtu shikoj unë që ka një problematik shumë të madhe që këtu flitet vetëm për një pjesë. Pra flasim infrastruktura, pse është infrastruktura kështu? Duhet gjithçka, duhet parë si një gjë e plot. Pra duhet parë pagat e universiteteve të pedagogëve, më thani, ne i kemi më të urtat se në gjithë rajoni. Përfshi këtu Kosovë, Malizi, Maqedoni e Veriut, Serbi e Kroacia, Slovenia si afrojnë fare. Universiteti i Beogradit merr nga BE-ja $439 milion, ne marrim vetëm $29 milion. Ne kemi në i vetëm vend pa kampus. E thanë nëse ju kujtohet tek pakti për universitetin, e shkruajti me dorën e vet kryeministri Rama dhe ta do grejnë GNP, që quhet grupi interdisciplinar i punës, i cili do bëndet të gjithë atë që quhet vizibilitetin, pra planin e vizibilitetit, dhe sot nuk kemi as vizibilitetin për kampusin e Tiranës, as Universitetit të Tiranës si çdo net vetë ta ndërtoj, as bashkisë jo që e mori në mburje të madhe që do ta bënte, dhe sot jemi në kushte katastrofale. Universiteti i Arteve që është me gjysmë infrastrukturë, gjysmë tjetër e ka të viteve 50-60, Universiteti Elbasanit që ndrohet në ora 7 deri në orën 9 dhe pastaj s'ka, Universiteti i Shkodrës s'ka po këto probleme, bibliotekat online dhe ato fizike thuajse mungojnë fare, sallat e studimit janë zhdukur, laboratorët janë të viteve 2000 dhe i kanë dënjur aty, pra kemi një sori problemesh. Dhe qofse vim vetëm të infrastruktura, pse s'është bërë kampusi, ja u bë kampusi, çfarë është kampusi në vetë? Kampusi janë laboratorët, kampusi janë fjetina që duhet të jenë moderne, që duhet të jenë me internet, që duhet të ketë secili mundësinë që të ketë qasje në internet, po të ketë edhe në laboratore, që pedagogët të punojnë me studentët në kërkim shkencor, që studentët të punojnë brenda kampusit si në çdo vend tjetër të botës, dhe të mund të nxjerrin dhe disa shpenzime për të lehtësuar ato që quhen barën financiare që marrin nga vendet e tjera. Pra, duhet një politik, një plan afatgjat veprimi. Për këtë duhet të fliste zoti Boçi, sekretari i Komisionit të Edukimit, për këtë duhet të fliste të gjithë deputetët ta mbështesin zotin Boçi, qoftë për Shkodrën, qoftë për Elbasanin, qoftë për Tiranën, qoftë për të gjithë universitetet, dhe për këtë duhet të flasë gjithë shoqëria. Po këtu një, dy, të më mos ja qa halli pedagogëve se marrin lek provimi atë. A mos se janë shumë mirë ata se pa llari u bëjnë. Dy mësim bëjnë. Po harrojnë që një pedagog që të bëhet doktor shkencë apo të bëhet profesor i asociuar, i duhet sipas ligjeve të këtij shteti dhe për KM-ve, i duhet skopuse e dopuse, ku duhet se çfarë janë, që kushton ja 5.000 euro. Plus tarifa që është e doktoraturës 2.000 euro, tarifa për profesor asociuar është 1.500 euro, 1.600 euro, pra po flasim vetëm pagesa tarifore, plus të tjerave, mundi dhe djersa, koha e madh, e cila nuk shpërblej. A ndikon kjo pagë e ulët e pedagogëve që ju sapo thatë edhe në cilësinë e të dhënit mësim, apo problemi është më i thellë se kaq? Më i thellë se kaq. Nuk është vetëm kjo paga, prandaj ju thash, janë dhe kushtet e punës. Dhe çfarë kushte pune punojmë? Ka universitete që të tëra që ti nuk ke salla. S'ke salla, shkoni shikojni. S'ke projektor, që është minimalja. S'ke ngroje. Të thash, dritesh atë ftohtit.
student që akoma arrin me xhupa. Si mund të bësh mësim në orën 5 dhe ti nuk rodhët sallën? Ju përmenda disa universitete që nuk kanë qenë. Është e turshme të jesh në këtë situatë. Të kesh pedagogu të atil, që ta kthesh në një lloj argati, që të vete në universitet, ha më bësi të bësh do. Ha më sajo një çik vet. Një pedagog që ti do t'ja botrosh vetë librin, leksionet e ti, dhe ti vësh një çmim për studentët, po ndërkohë ta shpërbesh mirë pedagogu. Në mënyrë që ai të ketë mundësi të bëjë kërkim shkencor, në mënyrë që ai të ketë mundësi të prodhojë, të përmirësohet me më të vjetër, me më të rënë, më fani, që ai të shkojë dhe të ketë një fleksibilitet në mobilitetin, në projektet. Jo, hajde bëjmë projekte tani, po i marrim ata që njohim. Jo, po bëjmë një investim në universitet, po nuk kemi më naftë për të ngrohur. S'kemi më peleta për të ngrohur, po s'kemi këtë, po s'na ka dhënë bashkia, s'na ka dhënë qeveria. Jo, më jo. Duhet që të ketë, sepse në fundi shteti, po thuaj se të gjitha këto universitetet, që gjëja që do të thoshë është më kryesore, gjithë universitetet e rreteve komandojnë nga shteti. Pse? Se bordi është 4-3 në favor shtetit. Atë çka ndodhur me shtetin? Pse shteti nuk e ka parë? Të gjitha këto shkelje që janë bërë dhe të gjitha këto, dhe në fund pastaj nxjerr PNSH-ja, që kaq mungojnë, kaq janë kështu, po kaq janë ashtu. Çu bën me atë që thoshte shteti ndërkombëtarizimin e universiteteve? Çu bën me Universitetin Teknik të Stambollit që do na vitë dhe do na bëte çuditëra këtu? Çu bën me Universitetin dhe Spitalin e Izraelit që do vitë këtu? Të gjitha jeni në letër. U tallën me ne. Dhe ne vazhdojmë akoma të mendojmë. Çfarë të mendojmë? Ne s'kemi çfarë themi këtu. Tu ka marrë fund për fat keq. Kemi humbur gjysmën e studentëve. Dhe këtu se vret mendje kush. Dikur e kishin sallat me 120 veta, tani mezi numërojnë 15 veta. Dhe themi shqyqyr që në erdhë. Sepse ne rrezikojmë të kemi papunësi intelektuale, që do të thotë pedagog, që kanë tituj, kanë të gjitha, po s'kanë student. Do të kemi universitet e godina, po s'do të kemi student. Dhe ato pasaj do t'i përdorin si sallalojra. Për fat keq. Sa përgjegjësi mbajnë vetë universitetet për gjendjen e tyre dhe sa mban qeveria? Kanë përgjegjësinë e vetë. Absolutisht ju thash. Universitetet duhet të reformoheshin, të ishin më të hapura, të ofronin programe të reja dhe mbi të gjitha meritokraci. Unë e provova vetë, shkova në universitet, konkurova, ma anulluan konkursin, sot e gjithë dhe nuk e di pse. Me gjëra që sharakë, si mund të ketë një trup që të merë në konkurim dhe ajo që ti apelon vendimin e të njëjta trup? Si mundet që universitetit të mos ketë sot laborator? Si mundet që universitetit të jetoj pa punë kërkimore? Si mundet që universitetet sot, në ndërkohë që Tetova, Gjakova e tjerë tërheqin student shqiptar në trojët e tjera, ne tërheqim shumë pak. Sepse universitetet e trojëve ne kemi rrjepur deri tani. Shteti më përpara u mirët 200-250 euro për leje qëndrimi kujt, shqiptarëve të Kosovës, që është e turshme. Ti s'ke sot një binjakzim me, domethënë, ti mund të shkosh në Spanjë fare mirë, po ne nuk japim dot leksion në Prishtinë, në Gjakov, në Prizren, në Mitrovic, në Tetov. Dhe kjo është e turshme. Dhe kjo është e papranueshme. Dhe vetë universitetet duhet të përpiqeshin për këto. Por këto universitetet të rreteve, pa dashur fare që t'i jemun ai që i bëj kritikën, kanë përgjegjësinë e vetë. Por ama përgjegjësinë shumë herë më të madhe, si që thashë ka shteti. Ka bordin, ka antarët e vetë të bordit, të cilët e dinë se çfarë duhen, që duhet të kontrollojnë se si harxojnë parat publike, që duhet të nxisin punën në universitete e cila duhet të jetë e gjithashme, që duhet të ktheheshin në qendrat e ekselencës, që shteti të jepte atyre mundësinë që përpara se të merrnin private të studime të ndryshme të rrugëve sociale, ekonomike, mjekësore, humane, të ofrojë këtyre universiteteve, duhet të ofronte një fond
kërkimor të palimituar për këto universitete, në kuptimin jo të pa limituar, por që të gjithë të merrin pjesë, dhe të kishte një fond, po themi, si fillim 50 milion euro, duhet të shteti të kontraktonte njerëzit të cilët di si të artojnë projektet dhe si të fitojnë këto projekte në BE që janë me miliona euro që presin vetëm të fitësh, pra këto, le të themi koordinimi i punëve mes universiteteve, administratës, trupës pedagogjike dhe ministrisë, do të na sjellë sukses. Këto halka janë të shkëputura nga njëra tjetra, punojnë veç dhe efektivitetin shky që kemi sot. Ideja që Shkodra të bëhet qendër për licencimin e mësuesve dhe përgatitjen e diasporës, është vizion realist? Ja. E para njerë, licencimi nuk mund ta bëjë dot Shkodra, se e bën Qëshaja. Pra duhet ta bëjë shteti, nuk e bën dot një universitet qoftë edhe shtetëror. Ai jep diplomat. Në asnjë vend botës nuk e bën një universitet. Janë të ralla. Jo se në asnjë vend, po e bëjnë janë shumë të ralla. Në Moskavë unë e bën Zvicra një licencim të tillë dhe vendet nordike. Nuk di të ketë në vende të tjera, janë organizata dhe vendet nordike, nësa di unë e bën vetë Danimarka. Vendet e tjera e bëjnë janë autoritete kombëtare, krejtësisht të pavarura, siç ka qenë Qëshaja. Tani se dhe Qëshaja tani do prishet, por siç ka qenë qendra e shërbimeve arsimore. Është qendër kombëtare e licencimit që i bën këto punë. Nuk mund t'i bëj dot një universitet. A duhet të ndihmoj të gjitha universitetet, pse vetëm i Shkodrës? Pse kështu ti diskrimino me universitetet e tjera? Fakultet edukimi ka Shkodra, ka Elbasani, ka pak a shumë Tirana, apo e ka shkenca sociale e quhen, ka edhe universitetet private. Pse duhet patjetër ta bëj Shkodra? A mund të bëhet në mënyrë rajonale, që ta bëj Shkodra veç, kjo veç? Edhe kjo nuk shkon. Pse? Sepse provimi është i standardizuar. Pra është i provim që bëhet me të njëjtat kërkesa për të gjithë Shqipërinë dhe për të gjithë individët. Pra nuk mund të copëzohet. Nëse i jepet Shkodrës kjo, a do të bëhet qendër diaspore? Le të bëhet. Po nuk besoj se edhe në këtë rast do të ishte më e qelluara. Edhe në këtë rast tash mund ta ndani. Ne mund të bëni qendër të diasporës, Universitetit e Vlorës dhe Gjirokastës për Greqinë, mund të bënim Universitetin e Durrësit për Italinë, mund të bënim Universitetin e Shkodrës me objektiv të gjithë diasporën e Veriut dhe Universitetin e Tiranës për të koordinuar të gjitha këto universitete. Pra mund të gjejmë një formulë, por jo të përqendrohej në një vend, sepse përqendrimi në njëra anë diskriminon një universitet, nga ana tjetër i jep favore një universiteti tjetër në kurisë të universiteteve të tjera. Kështu e mendoj unë, por gjithsesi duhet parë plani dhe pastaj të gjykojmë mbi të. Çfarë tregon fakti që Shqipëria nuk ka asnjë universitet në reditjen e QS World University Rankings? Që jemi ende mbrapa me reforma, që nuk po dim të përditësojmë dijet e dhëna, tregun e punës me diplomat që nxjerrim, dhe që jemi në afat shkurtë në objektivat tona. Pra nuk kemi një vizion afat gjatë, dhe kjo për fakti se në Shqipëri ka pasur një platformë për deartsimimin e shqiptarëve, e cila është zbatuar me sukses. Eksperimentet që kanë ndodhur në Ministrinë e Arsimit, qoftë me stafin që është sjellë, qoftë me ministrat dhe me stafin që ata kanë sjellë mbrapa, e tregon pareqartë se në çfarë drejtëje jemi, sepse ne kemi shkatruar arsimin parauniversitar. Dhe kur kemi shkatruar arsimin parauniversitar, është e vështirë të presim rezultate në arsimin universitar. Një nxënës i cili shkon 18 vjeç në universitet, mos priti që unë si pedagog t'i mësoj atij strukturën e gjuhës shqipe, mënyrën se si të shkruaj, të lexoj dhe të hartoj një ese. Ai nuk korrektohet në moshën 18 vjeç. Duhet me kohë që në gushtën e një grushtosh të populli. Fakti që ne kemi rezultate mizerabël në PISA, më të dobta të gjithë vendet e OECD-s, mos prit që të ketë rezultate të larta në universitet. Kaq e thjeshtë. A rrezikojnë universitetet e rretheve zhdukjen siç parlemërohet? Rrezikojnë të kthehen në kolegje. Rrezikojnë të kthehen në kolegje, në të cilat shiko, ndishin me vëmendje çdo vit. Shkoni dhe bëni krahasime. Nga viti në vit rriten kuotat për infermieri, logopedi,
për mami e kështu me radhë. Pse ka nevoja kaq shumë të mëdha Universiteti i Vlorës, Universiteti i Gjirokastës për të pasur na 200-300 kvota, ku atje s'ka më njerëz. Dhe ndërkohë, po të shikoni me vëmendje, statistika e fundit që u dha para një muaji, në qoftë se në botë kishte po themi 25.000 infermierë për 100.000 banor, ne kishim gjysmën e tyre. Për 100, ku shkojnë këta infermierë? Ta shkojnë jashtë, sepse ne kemi orientuar universitetin, ose kemi orientuar të rinj, që orientojnë më shumë nga familja, sepse ne nuk kemi orientim në shkëllim karriere në shkollë, edhe atë që kemi është në faza shumë fillestare të dobta dhe pas një lloj ekspertize, ne i orientojmë, pra prindit i orientojnë dhe tregu të punës që është jashtë. Pra duhen infermier në Greqi, shkoj infermier, duhen infermier në Angli, shkoj infermier, duhen infermier në Gjermani, shkoj infermier. Këtu ne nuk kemi më mësues, ne do vuajmë për mësues. Sigurisht po vuajmë dhe për nxënës, që të jemi realist. Ne po vuajmë për profesione të tëra, dhe ato pak profesione që siç janë Universitetin e Durrësit e Merat, kujdestari për fëmijët e për moshën e tretë, po na i marrin të huaj. Pse? Sepse ne nuk i japim as besim, as trajnim atyre që shkollojnë vetë. Pra ne kemi universitete tani që kërkojnë të përshtaten me tregun e punës brenda vendit, por ama kërkesat më të shumta të prindërve janë me kërkesat që ka jashtë. Ne jemi mburur, bile kryeministri e quajti një budallallëk të madh, faktin që këtu shkonin të gjithë për jurist. Bile bënte dhe shakara dhe ironira me këto. Po dakor, po pse tani nuk kemi magjistrat ne për të zëvendësuar ata që ikën nga jashtë të quajtur vetim? Se ne po vuajmë me dosje të tëra dhe zvariten procese që janë gati banale. Për çështje rrogash, divorce, e kështu me radhë, që edhe pse kanë rënë dakord palët, edhe pse është një gjë shumë e qartë që është për shkelje, zvaritet me vite, derisa njeriu të lodhet nga drejtësia. Por një vend kush e mban? Një vend e mban drejtësia, sepse ti mund të kesh, padyshim ti mund të kesh hyrje, abuzim, diskriminim nga qeveria administrata, por ama është e ke një gjykatës atje që ti jep të drejtën. Ne nuk i kemi këta. Ne na mungojnë punonjës social, ne na mungojnë logoped, ne na mungojnë ndihmës mësues për fëmijët në hapësirë dhe nevoja ndryshe për cilën nuk flet njeri, që janë një hall shumë i madh dhe që nuk merret kush me këta. Dhe këto janë problemet më të mëdha që ka arsimi. Por me këto refuzon të merret dikush. Ngrejmë zërin diku, pastaj do harrohet, nuk bëjmë një analizë, s'kemi një studim sot. Por s'kemi një studim sot ç'a ndodh. Cilët janë studentët ose nxënësit që ne marrim nga gjimnazit dhe shkojnë në universitet, dhe si këta nxënës në universitet kanë paraqitjen e tyre, pra rezultatet e tyre, për të bërë një krahasim me notat që ata marrin, dhe përgatitjet reale që ata kanë në universitet. Këtë përsëri refuzojnë ta bëjnë. Pse? Sepse Ministria e Arsimit nuk do të tregojë defektet e veta. Nuk do të tregojë maskarallëkun e politikave që ka sot. Shumë flitet në gjuhën shqipe. Ndjes që po e përdor këtë term, po kështu duhet thënë. Dhe çfarë po prodhojnë? Po prodhojnë gjithnjë e më të dobët, cilësisht më të dobët. Dhe shikojni në parlament pastaj si flasin, shikojni ligjërimin publik që kanë disa figura që quhen gjasme publike, jo që i gjasme, po janë publike, që marrin nga paret tona, deputet, pushteti lokale, kështu me radhë, dhe që do t'i vuajmë akoma më shumë. Nëse do duhej të zgjidhni një reformë urgjente për të shmangur rënien e universiteteve të rretheve, si do të ishte hapi i parë konkret që duhej ndërmarrë? Hapi i parë konkret duhet të ishte fonde. Pra, ajo që japim, përqindja që japim ne për arsimin. Ne kemi një buxhet qesharak. Pra në qoftë se do të mund të bëja 3 hapa, ishte kjo. Së pari do të vendosja kriteret të forta të meritokracisë, pranimit dhe do të kaloja në sit të gjithë mënyrën se si janë rekrutuar pedagogët, të shikoja cila ishte puna kërkimore e tyre në kushtet që kemi, për të mos folur, nuk do kërkoja ndonjë gjë të madhe, do t'i nxitja
ata që të bënin në këtë fushë projekte, por pasi të kisha sjell ata që të thash ekspertët dhe një infrastrukturë moderne, në të cilën student dhe pedagog ta ndjenin veten që ishin vërtet në një ambient akademik. Pa bashkëpunimin e studentëve me pedagogët nuk do të kishte një mundësi që ne të kishim. Një infrastrukturë, ta të kishim rezultate pozitive. Një infrastrukturë moderne, me një plan të mirë, këtu e 30 vjetë ku do të shkojnë, me paga që do duhet të fillonin nga 2.000 dhe të përfundonin në 4.000 euro për pedagogët, sigurisht me merit, do të mund të ngrinte sadopak motivimin e pedagogëve, do të mund të bënte universitetet shumë më të rejse dhe shumë më afër standardeve evropiane dhe sfundi pa dyshim ndihma, ekspertiza në fushën e akademikëve në sistemin arsimor parauniversitar, trajnimet që ata do të bënin mësuesve do të na sillin një arsim më cilësor. Ka dhe gjëra të tjera, por sigurisht duke filluar pak na pak me një plan të mirë menduar, me hapa të ecura mirë dhe me burime njerëzore të afta për ta bërë këtë punë, ne mund të dalim nga kjo situatë. Gjasat janë të mos e bëjmë, për fat të keq nuk shoh asnjë dritë në fund të tunelit.